dhe do duhet kundërshtuar, jo vetëm presidenca, por gjitha institucionet, sepse faktikisht cënohet interesi publik, interesi i qytetarëve të Kosovës. Momenti ku ka përkeqësim të situatës së ekonomisë, dhe me thënë edhe të jetës së qytetarëve duhet të reagojnë edhe ligjërisht, edhe kanë obligim moral, edhe kanë obligim ligjor, edhe gjitha ata të cilët janë zgjedhur moment për me zgjedh jetën e qytetarëve. Unë jem i thar e asaj që duhet bëhen reforma të thella energjetike në Kosovë. Çka do të thotë reforme thella energjetike? Reforme thella energjetike është vërtet që Kosova mbi 12 miliard të supozuar ka të ngjell, të supozuar. Mirë po në këtë rast me marr vitin kalendarik 99, 2024, sa 100 miliardë janë shpenzuar për rrymë faktikisht 3 termocentrale ishin ndërtuar në Kosovë. Edhe jo me importua apo me blerë energjinë, po do duhet kishme eksportuar. Në këtë rast, nëse bëhen reforma të thella energjetike, faktikisht do të ketë edhe rritje ekonomike. Është se 24 vite, 25 vite, gjithmonë ka dominuar agenda politike përpara agendës ekonomike, pozitë dhe opozitë nuk kanë qenë, dhe me thënë, të harmonizuar që të ndërtojnë një termocentral,